Ju përshëndesi, mirë se erdhët në Bima dhe Shëndeti me doktor Ylli Merian. Mirë se erdhët, doktor, kënaqësi këtu. Përshëndetje, mirë se gjejmë. Për të folur për një bimë shumë të veçantë, të bukur, që ngjan me margarita dhe është ndër të parat bimë që çelin në pranverë. Dhe ne jemi të vëmendshëm e të kujdesshëm për t'i sjell edhe për publikun, sepse janë bimë medicinale që përdoren edhe për trajtimin e gjendjeve të ndryshme shëndetësore. Veç se ndryshon nga margarita sepse është e verdhë në kupën e saj dhe kur arrin që të piqet mirë, pra të plenohen ato vezoret brenda, kjo ikën fluturon, si thuash, me ajrin, në mënyrë që të realizohet shpërndarja e farave të ndryshme. Ka një emër të veçantë, thundërmushka. Po. Që ka quajtur populli tër vite. Është një bimë e cila shfrytëzon ato tokat cilat janë argjilore, bëhet shumë lehtë në për ato masivet e dheut që i hedhin kështu, ose atje kur shkasin faqet e kodrave, për shembull, në për prej, në për vende që mbajnë lagështirë. Ja një ledues bukur me thundërmushkën. Nëse do të shikojmë këtë gjë, për shembull, këtu mendojmë që jemi në muajt shkurt, mars. Pasi në këto muaj lulja e thundërmushkës nxjerr të parin atë kërcelin e saj, i cili është i mbështjell me një shkon pra me një gjatësi 15 deri në 20 centimetra, dhe është i mbështjell me luspa, që po t'i shikojmë, ja. Pra shërbejnë për ta mbajtur në tër gjatësinë e tij drejt. E para. E dyta, këtu mbi vete ka kupën e lules me petale të verdha, që mendojmë se prania pak e squfurit në të, i jep këtë ngjyrë të verdhë petaleve të lules. Dhe duke qenë që kjo e shoqëron diellin, mund të ndihmoj njeriun në pasjen në trup të tij të vitaminës D. Ka këtë emërtim për faktin se, po ta shikojmë këtë, kjo njëherë lulja qel gjithmonë e para. Pasi piqen lulet dhe përhapen, atëherë dalin gjethet. Ne tash këtu jemi për shembull në zonën e Ibës dhe as ish bërë gjethja, kaq e vogël, por bëhet edhe shumë më e madhe, me vërtet sa një gjurmë mushke. Nëse do të vëmë re këtë bimë, kjo është një bimë e cila do ujë, do lagështirë, ka një koeficient të madh avullimi të ujit. Por për ta mbrojtur këtë bimë që të mos thahet gjatë verës, në pjesët e sipërme të kutikulës së saj, kur nuk ka ujë, kjo vjen si shtresë qelçi të hollë, e cila e bllokon atë avullimin, që kryhet nga gojzat nga poshtë, dhe pjesa nga poshtë është si e mbuluar me një pushtë të bardhë. Po kjo akoma ende nuk e ka vënë, por dallohet që ndryshe është ngjyra nga sipër, që kërkon të marrë rrezë dielli sa më shumë tashmë për të bërë fotosintezën, dhe ndryshe është pjesa nga poshtë, ku janë të vendosura gojzat. Gjithë që ju keni në duar, është e përdorshme si çaj? Është patjetër, është e re, kuptohet, kjo s'ka 15-20 ditë që është formuar, është e re, të tjerat janë edhe më të vogla, por ne i morëm për të theksuar njerëzit të dinë që kjo gjethe, por veç bëhet edhe më e madhe, ka ndoshta formën nga një formë zemre deri tek një patkua mushke. Da e ka marrë dhe këtë emër, ndërsa emri i saj në latinisht? Është Tussilago farfara. Tussilago i do thot kollë e mirë, pra e frenon kollën e mirë. Edhe në latinisht i është bashkangjitur, si të thuash, ai kuptimi i emrit në varësi nga sëmundja që kjo shëron, ose problemet gjendjet e caktuara. E kujt i shkonte në mendje që kjo lule bukur që e shohim kudo në fakt, të shërbejë edhe të trajtojë gjendje të caktuara shëndetësore. Si lule, ashtu edhe si gjethe. Ne do t'i tregojmë pas pak edhe çajrat që do të kombinohen. Jo rastësisht, po të themi kështu, jo rastësisht, kjo bimë i gëzon këto veti. Sepse nëse do të shikojmë për shembull përbërësit kimik të këtyre luleve këtu, ose të gjethes, të parat janë ato që ne ju themi flavonoide, pra kimikate, substanca kimike, që kanë aftësinë të largojnë nga trupi radikalet e lira dhe të ruajnë trupin të freskët. Në veçanti, kjo lule godet, si të themi, në fuqinë vepruese të saj,
tek mushkria, tek kolla dhe tek ajo frymarrja jo e lehtësuar, sidomos e fëmijëve që kanë atë si zhurmë mace në krahëror. Tek flavonoidet, për shembull, është quercetina, është kaenferoli, është izoquercetina dhe purinat, të cilat na ndihmojnë shumë mirë që jo vetëm të largohen këto radikale, por trupi të rigjenerohet shumë më shpejt. Nëse do të vemi tek jo më tek flavonoidet, po tek polifenolet që kjo bimë ka në brendësinë e saj, atëherë dominojnë, si thuash, disa lloje acidesh organike, kryesisht acidi klorogjenik, kafeik dhe janë ato taninet, ato i thtirat. Japin shije të hidhur nëse e teston. Që kanë veti rrudhëse. Pra, këto veti rrudhëse të kësaj bime na ndihmojnë që atë mushkrinë e acaruar që duket sikur nganjëherë sikur mushkria gulfon si ai proj kur kalon ujë si me potere, kështu ndodhe edhe tek mushkria, kjo fillon që ta fashiti atë, ta mbledhi dhe ta çojë trupin drejt të rigjenerimit. Dhe më tutje neve mund të shkojmë tek glikozidet. Edhe këto janë substanca kimike të cilat kanë vetin e prodhimit, si thuash, të këtyre mucilagjeve. Çfarë mucilagje, doktor? Zbutse janë, si thuash, substanca kimike, disa haridhshe, të cilat si sheqerna të ëmbla, të cilat kanë veçori që mushkrin ta zbusin, ta qetësojnë dhe të heqin ato gërritjet e saj, ato kataret në rrugët e frymarrjes. E di pse ju pyeta sepse diskutuam një ditë edhe te kuzhina me Albanën kur po trajtonim dhe po gatuanim komposto me ftua. Dhe fara, sipas një studimi që lexuam, përmbanin këto mucilagjet që trajtojnë edhe fara në gjendje të thatë, përdoren si çaj edhe ndihmojnë edhe në kollë edhe në. Po ftoj dhe molla, po në veçanti ftoj përmbajnë edhe pektinën. Po. Edhe pektina është zbutse, ka ato veçori që i ka fara, për shembull, po fara përmban edhe disa vitamina, për shembull, këtë B15, B17, këto farat e mollës të ftojit, po ftoj ka më shumë pektinë. Pektina është ajo që e bën si gjel një ujë, për shembull. Nëse zjejmë mollë dhe ftua, edhe kullojmë atë lëngun e precipitojmë, vëmë re që ai uji i lëngut të ftojit sikur ngrin. Kjo është ajo pektina që ndodhet në brendësi të këtij produkti. Të tjerë përbërës të bimës? Përveç mucilagjeve janë këto glikozidet, janë këto sheqernat. Atëherë, neve thamë, njëra prej tyre, thamë emri latinisht të saj, Tussilago farfara. Pikërisht, këto të dy janë sheqernat që ndodhen më shumë te kjo bimë, po është bashkangjitur, si thuash, ky emër, sepse përmbajnë këtë tussilaginën dhe farfarinën, janë dy kimikate që janë të mishëruara te kjo bimë. Pra, e thënë shkurt, edhe këto sheqerna që ndodhen në këto petale lulesh dhe më pak tek gjetja, ndihmojnë dhe japin atë fuqinë e tyre vepruese tek mushkria. Nëse do të vëmë re, këtu ndodhen edhe disa vajra të tjera esenciale, por që janë në një përqindje shumë të ulët. Pra, mund të themi 0,1-0,2 e maksimumi, kur ajo rritet në tokat, sidomos toka argjilore, po sidomos nga muaj qershor, korrik, që rritet përqindja e lëndës së thatë në gjethe dhe ulet përqindja e ujit, pasi kjo gjethja është mishtake, këtë potak putësh, po jo sot se kjo është e brisht, është e vogël kështu. Po kur fillon dhe trashet pak, trashet ajo dhe bilesa ajo dhe kërcet kur çahet kjo kutikula. Me që është si me tull. Po, ka tull mishtak. Pra, aty ndodhet pak vaj, po kështu edhe tek lulet pak. Por, përqindjen më të madhe, kjo e kap nga muaj korrik gusht, që mund të shkoj deri në 0,2-0,3%. Atëre, jo se ky vaj që ndodhet në këto gjethe do të na bëj atë mrekullin, por le të themi, nëse do përdorim ndonjë vaj tjetër bashkëshoqërues, atëre, fuqia e këtij vajit transportues ose shoqërues, që ne do ta shohim çik më vonë, tek kjo e marrë nga kjo bimë ky lloj vaji, tek trupi i njeriut ajo vazhdon që të fuqizohet, të jetë më efekti veprues, të jetë më i madh.
E kuptoj. Por le të themi edhe një substancë tjetër, tek kjo bim ndodhen edhe disa alkaloide, të cilat nëse njeriu i përdor me doza të larta, sidomos intermedina dhe likopsina, atëhere. Me doza të larta pa u konsultuar me një specialist që të di Për dozat shembull dhe të di sa po kohë më do të pëlqen zjas. efekti veprues mua, dhe vazhdoj të pi 3-4 gota në ditë, atëhere, këto të dy kimikate që unë i përmenda, mundet që të më dëmtojnë pak mëlçin. Pra, shkojmë tek ky efekti i toksifikimit të mëlçisë, e cila nëse ne marrim mbi 2-3 gota, mundet që të na japi organizmi të vjella. Që do të thotë, po patëm këto shenja, atëherë ne duhet ta heqim, ta ndërpresim përdorimin e kësaj bime 2-3 ditë dhe mandej mund ta rifillojmë përsëri ose rifillojmë me bindje, por do përdoret vetëm 2 gota në ditë. Po, doktor, referuar të gjithë përbërësve kimik të kësaj bime, të thundërmushkës, në kombinim me bim të tjera, është, le themi, kjo bim që pranon edhe bim të tjera për të bërë çaj, për të fuqizuar përbërësit, apo në vete? Unë jom kot kam sjell këtu edhe lule delen, e cila kjo mund të themi ngjan me margaritën, por është më e vogël. Atëherë, nëse ne i bashkojmë këto që të dyja, atëherë efekti veprues i tyre vazhdon që të shumëfishohet. Si të thuash, jo vetëm qetësohet kolla, por ikin njëkohësisht paksohet edhe nxjerrja e sekrecioneve dhe njëkohësisht kjo është, si thuash, në një familje me kamomilin dhe na ndihmon edhe në largimin e gazrave nga zorët. Kështu që heqim dhe këtë fryrjen e barkut dhe të zorëve, thjesht duke bërë një kombinacion të këtyre luleve. Pra, nëse do të shikojmë tek gota aty, ne jo më kot kemi hedhur. Pra në një gotë me ujë kemi shtuar thundërmushk edhe lulen e deles. Afërsisht, unë kam hedhur aty 200 ml ujë dhe kemi hedhur edhe një lugë gjelle, ku më shumë kam hedhur petalet, lulet të thundërmushkës dhe më pak lule dele. Atëhere, po të ishte ujë i nxehtë aty, ajo do të na ngjyrosej shumë shpejt dhe teleshikuesi do të thoshte, shiko, këta e kanë improvizuar me diçka. Por unë e lash këtu të ftohtë dhe prap ajo filloi që ta thyej atë ngjyrën e nuk e lëshuar paka shumë nga ngjyra e secilës. Po, atëre, nëse ne do të bëjmë këtë veprim, të marrim të hedhim ujin e nxehtë në një gotë, 200 ml, të hedhim një lugë gjelle me lulet e thundërmushkës, ta mbulojmë me kapak, e lëm 10-15 minuta, ne kemi marrë një çaj të mirë, të mrekullueshëm, që na ndihmon shumë mirë në rigjenerimin e rrugëve të frymëmarrjes dhe qetësimin e kollës. E dyta, nëse e bëjmë një kombinim, pra kam lule dele, kam edhe thundërmushke, përsëri afërsisht një lugë gjelle, ku dominante le të jetë në raportin për shembull 2 pjesë lule thundërmushke dhe 1 pjesë lule dele në 200 ml ujë. Ky është një çaj i mrekullueshëm për qetësimin e kollës dhe të spazmave të mushkërisë. Uji lihet 10-15 minuta, kullohet, mundet që të ëmbëlsohet me pak mjalt. Po. Ka një shije të hidhur sipas tanineve dhe përbërësve? Po, është pak rrullse. Pak rrullse. Përdoret tek fëmijët, në cilat mosha mund të fillohet ky çaj? Mund ta përdorim pa frikë edhe tek fëmijët, vetëm atyre u japim kështu lug në mënyrë të vazhdueshme. Jo më kot e ka mbushur një kavanoz me lule thundërmushke. Për të treguar këtë gjë, nëse neve i mbledhim këto lulet e thundërmushkës, i thajmë afërsisht 50% dhe i vendosim në një vazo, ta mbushim këtë vazon me mjalt, ndoshta mjalt gështenje, ta mbyllim dhe ta vëmë në një errësirë. Për sa ditë? Mund ta lëmë edhe 40-45 ditë derisa kur të vijmë një ditë që ta hapim kavanozin. Ngjyra do jetë besoj më. Ngjyra nuk diskutohet që është bërë më e errësuar, por edhe lulet janë tretur në acidet organike që ka mjalti. Në ato enzimat. Pas e konsumojmë vazhdimisht me lugë. Dhe më vonë këtë mjalt të gjithë ata që janë me azmë bronkiale mund ta përdorin një lugë çaj në mëngjes, një lugë çaj në mbrëmje.
ndoshta edhe një lugë çaji drek, asnjë efekt negativ në organizëm nuk ka. E marrim kështu siç është, me gjitha ato lule tashmë si të dekompozuara, të tretura, dhe e ham në mëngjes. Vetëm për pjesën e azmatike, po edhe tani është dhe sezoni alergjive. Personat të cilët vuajnë nga alergjia, kanë të efektshme Sigurisht që ndikon, por nëse do të vemi tek alergjia, mund të shkojmë tek ai çaj që është për alergjin, e cili ka edhe element të tjerë të bimëve, sidomos nga mëllaga, që edhe ajo ka më shumë mundësi lagje se lulja e thundërmushkës, dhe shumë fishojnë secila nga këto efektin veprues të tyre. Plus tek çaj për alergjin, ne ju themi njerëzve që të përdorin hithrën dhe mëllagën e zezë, pasi këto kanë veti që të blokojnë, të frenojnë atë histaminën, të mos të prodhojë organizmi këtë histamin me tepric, dhe ajo të na shkaktoj irritime të lëkurës. Pra edhe njerë hithra dhe mëllaga e zezë, për këto fillimet e para të alergjisë tek njerëzit. Sikur 1-2 gota çaj në ditë nga ato është e mrekullueshme. Pra, përdorimet e lules së thundërmushkës, pak a shumë në formën e çajit janë këto që ne përmendem, ose më vete, ose e bashkëshoqëruar me ndonjë tjetër. Dhe le të vemi tashmë tek mënyrat e tjera të përdorimit. Po, gjethja, si përdoret gjethja? Edhe një herë theksojmë, nuk është gjethja kaq e vogël sa duket sot. Kjo, si thuash, janë këto gjethe si në miniatur, shumë të vogla, sepse kjo do vazhdoj që të rritet në prill, në maj, në qershor, kjo rritet, trashet dhe mbledh në brendësi të saj atë xhelin, i cili është plot me tanine. Atëherë, përse mund ta përdorim këtë? Siç përdoret lulja, mund të përdoret edhe gjetja. Në formë çaji. Vetëm, në rastin se ne do të marrim për shembull gjethe, mund të hedhim për 200 ml nga një lugë deri në një lugë e gjysmë. Mund t'i thyejmë pak, sepse unë e përmenda që kjo është si qelqore në pjesën e sipërve, vetëm nga poshtë që janë gojzat, kjo çliron shumë tepër këto fitokimikate që kanë brendësinë e saj. Mundet që ne ta përvlojmë tamam si lulet, por ta lëmë në një kohë pak më të gjatë. Nëse lulen do ta lëmë 10-15 minuta, këtë edhe 20 ta lësh nuk ka asgjë të keqe. Edhe sikur gjetheve t'ju japim një val gati 1 minutë, si thua sa t'i bëjmë njëkohësisht edhe një pasterizim, edhe një zierje të lehtë, përsëri nuk është se ne e shkatërrojmë fitokimikatet që ka kjo bim. Pra nuk i shkatërrojmë ato flavonoidet e polifenolet e merat. Dhe në gjendje të thatë kemi sjellë aty, po duket sikur ngjyra nuk është dëmtuar shumë, pavarësisht se është tharë. Po për shembull kjo, nëse do të thahet në kushte të mira, e ruan atë ngjyrën. Veç se si thua kjo do oksidohet pak e nga pak me kalimin e kohës. Mund të përdoret gjethe e thatë e ruajtur deri në 2 vjet. Mandej fuqitë e saj fillojnë që të dobësohen. Si në pak a shumë në pjesën kryesore të bimëve, kur kalon një farë kohë, ndaj edhe kanë një afat të caktuar. Pra, për kollën për mushkërit, kush nuk mund ta përdori çajin e thundërmushkës? Pra, edhe gjethet edhe lule. Për shembull, gratë shtatzana? Ai që nuk ka kollë, mund të mos ta përdori. Për shembull, gratë shtatzana mund ta përdorin 1 gotë në ditë, pasi ne theksuam që kjo ka në doza të pakta ato alkaloidet. Por nuk mund të themi që shiko, kjo të përdori 3-4 gotë, ajo, sepse do të na kryej atë ndjesinë e të vjellit. Pra themi alkaloide, por në miniatur, në doza, në sasira shumë të pakta. Atëherë, le të vemi tashmë tek përdorimet e gjethes. Theksuam çajin e parë që mund të bëhet me 1 lugë deri në 1 lugë e gjysmë. Por gjethja ka edhe disa veçori të tjera. Për shembull, llapat që mund të bëhen me këtë gjethen, mundet që të na shërbejnë shumë mirë për qetësimin e dhimbjeve të kockave dhe të kyçeve. Atëherë, si mund të veprojmë? Këto mund t'i marrim neve dhe ta bëjmë kështu. Nëse gjethet ne i kemi të thata, atëherë, kur gjethja është e thatë, mund të veprojmë kështu. E zbusim pak, dhe ndërkohë që neve e kemi lagur këtë, atëherë mundet që të marrim këto llapat dhe t'i vendosim ose t'i mbështjellim tek kyçi,
ose neve të marrim dhe t'i mbështjellim tek gjuri, tek kjo pjesa këtu për shembull, e kombinuar ndoshta edhe me pak nga këto lulet që neve mundet t'i këpusim, ose nëse i kemi të këputura t'i marrim të thata dhe t'i vendosim aty. Pra, na ndihmon shumë mirë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe na ul ato edemat që janë për shembull nëpër kocka dhe kyçe. Pra, një formë llapaje është kjo, ta zbutim qoftë edhe si në avull këtë dhe neve realizojmë atë si formë kremi ndoshta e trash, po. Pjesa kemi për të treguar ndoshta dhe mund ta demonstrojmë, ta tregojmë shikuesve një pomadë që mund të përgatitet me anë të këtyre gjetheve të vogla të thundërmushkës, kombinuar edhe me vajra të tjerë. Këtu janë në gjendje të thatë, sigurisht që mund të përdoren dhe në gjendje të njohur, mund të përdoren dhe në gjendje të thatë, duke i kombinuar me çfarë? Nëse duam që ne të përgatisim një krem dhe sidomos të marrim nga gjeli që ndodhet në gjethet e thundërmushkës, ose të marrim nga këto flavonoidet që ndodhen nëpër këto kupat e luleve të thundërmushkës, mund të veprojmë kështu. Së pari, mund të marrim afërsisht 100 ml vaj, ose ulliri, ose kokosi. Më i mirë është vaji kokosit, pasi nuk na oksidohen përbërësit e vajt kokosit, edhe si kur ne ta nxehim vajin në temperaturë më të lartë. Në një temperaturë 150, 130, 180, 200, nuk është se do ta masim, por do e shohim që në vajin, për shembull që ne nxehim, këto lulet fillojnë që të skuqen, pra e ndryshojnë ngjyrën. Po kështu edhe gjethja fillon që të bëhet, si thuash, si ky bishti i kuqi kësaja. Atëherë, ndërkohë që është bërë si i skuqur si bishti edhe gjethja, e marrim dhe e heqim atë tenxheren ose xhezven ku ne kemi vendosur këtë sasi vaj të kokosit ose të ullirit, dhe në të kemi hedhur afërsisht 2 lugë gjelle me gjethet e thundërmushkës. I kemi thërmuar, i coptojmë ashtu që të rritet sipërfaqja e bashkëveprimit, ose mund të hedhim edhe pak lule në të. Atëherë, i lëm edhe pak, sepse mund të ketë shkuar temperatura, le të themi 180 gradë. I lëm të ftohet dhe ndërkohë gjatë kësaj periudhe, këto tek vaji na transportohen gjithë këto mikroelementet që ka gjethja. Mund të themi në masën deri në 60%. E kullojmë vajin kur është përsëri i nxehtë. Për shembull, 50 gradë, 60 gradë, që edhe po ta fusim pak gishin, na djeg, pak. Këtu jemi diku te 60 gradë. Marrim në të tashin hedhim 8 deri në 10 gram dyll blete. Në mënyrë që ta bëjmë një pomadë. Jo, shkrina, hidhet po tjetë ky vaj i nxehtë, 60-65 gradë shkrinë, në të kundërt, e vëm pak mbi sobë, sa të shkrit bëhet edhe ai. Si banjëmarri, po. Mbarua me këtë proces. Tashi do të hedhim tek vaj këtu brenda, ose vaj esencial të livandos, ose esencën e kamomilit. I shtojmë në këtë, për shembull, afërsisht në 100 ml, mund të hedhim nga 10 pika, nga njëra ose nga tjetra. Kamomili mund të na i thyej pak ngjyrën dhe do të na afroj drejt blus, se ka atë kamazulenin. Ndërsa vaj livandos e lë atë ngjyrën ashtu siç është. Pasi janë homogenizuar vaj, dylli edhe esencat, këtë e hedhim në përgota dhe e lëm që të ftohet. Gjatë ftohjes ai do të mpikset. Atëherë, këtë pomadë është një krem, si thua, po më i trash, më i... Do ta përdorim për dhimbjet? Do të dhimbje, kocka kyçe. Po. Është e mrekullueshme. Së dyti, mund ta përdorim për ato lëkurat që kruhen, për shembull nga ekzemat. Pasi është edhe antiseptik, po është edhe rigjenerues. Po mund ta përdorim për shembull në rastet e puçrave, se na ndihmon në rigjenerimin e këtyre njollave të zeza që na lën puçrat neve në fytyrë. Në vendin e tyre ku ato trazohen. Po, ato aknet për shembull. Por më të suksesshmet kyçet e enjtura, sidomos tek gjunjët nga artriti reumatoid dhe ekzemat. Qartë.
Pra një pomadë në kushtet e shtëpisë me rrugët që treguam, me vajin e kokosit, me dyllin e betës, ose me vajin e ullirit, por siç e thamë për pjesën e oksidimit që i kokosit është më rezistent, duron më tepër temperaturën e lartë, nuk i oksidon përbërësit e tjerë, po ashtu edhe me bimën që vendosëm sot ta ndani me ju, kudo gjendur kjo bimë e bukur, që quhet thundër mushka, që trajton kollën, trajton edhe problemet me mushkërinë, gjithmonë duke u konsultuar me një profesionist patjetër për sasinë, rekomandimin, çajin, sa kohë zgjat përdorimi i tij e të tjerë. Faleminderit shumë doktor për këshillat e sotme. Faleminderit edhe juve, sigurisht kënaqësia ishte edhe jona. Gjithashtu për të tjera informacione rreth bima dhe shëndeti, këshilla që kemi trajtuar në vazhdimsinë e programit tonë, do t'i gjeni në kanalin tonë në YouTube.